Diskutojmë me përzime 50 tema tjera pa thonë kur gjë. Po flasim për shkurizimet, problemi është se kem kohë për gjithçka, problemi është se na kanë dhënë një tranzicion që na jemi mësuar me pas një organizim tjetër, jo veç familjar, po edhe institucional. Kem pas një mikon të cundum, të shtypun, nuk i ka rënë ndoshta në mend kujna as me dal për gjëra të tjera sepse çifti jam, në moshën 37 vjeçore, nuk i ka rënë me dal në qytet dhe me pa diçka më të bukur, ose me pas gjona që me lakmu, sepse çifti jam në moshën time ka qenë mal. Ka qenë që thojmë nana shprehjen e popullore ka çak. Ai ka qenë të mendu diçka më të mëdha se sa më shku cilën në klub sonte po bëhet mirë në Prishtinë. Po. Edhe këtu kanë qenë gjona që s'kan ndodhur atëherë. Tash ndodhin, jemi vend i lirë, vend demokratik. Pak e kena marr demokracinë shumë shpejt, pak e kena te kalu civilizimin, sepse nuk e dim çka është civilizim, ku nalet kufini i civilizimit, çka është kulturë, ku nalet kufini i kulturës. Çka është liri dhe kur kemi kufit lirisë, sepse na mendojmë që liri është çka të na vjen për goje me çit, po nuk është ajo liria. Mendojmë se liri është çka të na teket me bë, po nuk është ajo. Mendojmë se pavarësia është me mendu sikur ti je veç vet ka jeton dhe s'ke kërkon për rreth vetes dhe ti mund bësh ka dush, nuk është ajo pavarësia. Pavarësia është kur ti mund menaxhosh me veten, me gjonat tua, me rrethin ton, po kur ai menaxhim përfshin edhe njerëzit që të rrethojnë, njerëzit që janë pjesë jetës tonë, liri është me fol deri në momentin kur nuk ta cënoj ty lirin, kur nuk të fyj ty, kur nuk degradoj ty. Domethënë këto gjona na duhet me kuptuar. Në moment që i kuptojmë këto, ka me qenë komunikimi tjetër, ka me qenë çësia tjetër dhe kemë pas më pak probleme, jo veç divorce, po edhe në shoqëni, edhe në familje, edhe me fëmijët tonë. Sa okay, na pesëzemi probleme me gruan. Kur ne çdo probleme kemi pas me vajzën, çdo probleme kemi pas me djalin, çfarë do të bëjmë me këta? Me ç'i shtëpia? Apo kupton? Është çështje